Gjatë 6 muajve të fundit, ajo kishte ecur çdo ditë për në dhe nga puna. Ajo dëshironte një alternativë më të mirë, por e dinte se kjo ishte mënyra më e mirë për të ecur përpara. Në fillim 16 kilometra vajti ardhi nga puna kishin qenë një sfidë për të, por pas më shumë se 6 muajsh, kjo ishte bërë shumë e lehtë. Së shpejti ajo u mësua, por një ditë gjithçka ndryshoi kur zbuloi se një polic po e ndiqte pas. Mandy Jean Beasley, qenja amerikane e zakonshme 40 vjeçare që jetonte në Chicago, Illinois. Një nënë e 2 fëmijëve, 2 djemve të bukur të vegjël. Mandy kishte rritur ata e vetme duke bërë gjithçka që mundej për t'u dhënë atyre jetën më të mirë që mund të kërkonin. Ajo punonte si kamariere dhe ndjehej e kënaqur me gjithçka që kishte, por gjithçka ndryshoi në çast. Në 3 mujorin e parë të vitit 2021, kompania e Mandit pushoi nga puna disa punonjës, përfshirë dhe atë. Kjo erdhi si një surprizë për të dhe kolegët, me kompaninë që deklaroi se duhet të zvogëlonte stafin si përgjigje ndaj ekonomisë në rënje. Goditja e gjeti Mandin të papërgatitur dhe ajo filloi të përdorte kursimet e saj për të mbështetur 2 djemt. Ajo e dinte se duhet të gjente një punë të re sa më shpejt ishte mundur ose do të përfundonte në rrugë. Kërkimi për një punë të re që më i vështirë se sa Mandi kishte menduar, me shumë punëdhënës që refuzonin për kandidatë të tjerë. Por ajo nuk humbi shpresën duke kërkuar në forume dhe faqe interneti për muaj me radhë, derisa gjeti një pozicion të mirë. Megjithëse përshkrimi i punës përputhej me gjithçka që ajo dinte dhe mund të ofronte, kishte disa probleme të mëdha që do ta pengonin të aplikonte. Puna për të cilën Mandi po aplikonte që e ngjashme me pozicionin e saj të fundit, por fatkeqësisht paguante më pak se puna e saj e mëparshme. Zyrat e kompanisë ishin gjithashtu 16 kilometra larg nga shtëpia. Ajo nuk kishte para për të paguar udhëtimin, pasi që e thellë në borxhe pas gati një viti pa punë. Pavarësisht pengesave kundër saj, Mandi pranoi punën. Dita e intervistës erdhi dhe Mandi mori pjesë në takim. Ajo u pranua, por ndërsa kthehej në shtëpi atë pasdite, vuri re se mund të ecte distancën në punë. Për të paguar disa nga faturat dhe borxhet e saj, Mandi bleu një palë këpucë për ecje dhe çdo mëngjes dhe mbrëmje ajo ecte për në dhe nga puna. Udhëtimi që sfidues në fillim, por ndërsa javët kalonin ajo kuptoi se jo vetëm po kursente shumë para, por po shijonte dhe ecjet. Pastaj një ditë gjithçka ndryshoi. Mandi ndoqi rrugën e saj të zakonshme për në punë një të martë në mëngjes me moto zymt. Kishte rënë shi ditën e mëparshme dhe gjatë natës dhe rrugët qenë të mbuluara me ujë që rrithte. Mandi që ishte afër punës kur vuri re një makinë që po e ndiqte. Në fillim nuk i dha shumë rëndësi, por pastaj vuri re diçka që i ngriti qimet në qafë. Rreshteri Scott Bass nga zyra e sherifit të qarkut nash po voziste makinën e tij të patrullës kur vuri re një figurë të njohur që shfaqej në rrugë përpara. Ai po kalonte pranë komunitetit të shtëpive të lëvizshme Stonehenge dhe shpresonte ta gjente aty. Ai kishte një çështje me të sot dhe nuk do të pranonte refuzim. Mandi vuri re se sa afër trotuarit që makina. Ajo po ashtu po lëvizte ngadalë sikur për t'i bërë të ditur që se po e ndiqte. Zot, jo sot, përshpëriti Mandi, ndërsa pa më afër makinën dhe vuri re se që një makinë policie. Edhe pse kur nuk ishte pasur probleme me policinë më parë, ajo e dinte se rastet të tilla që janë të pashmangshme. Papritur filloi të binte shi më fort. Mandi u përpoq të hapte çadrën e saj, por ajo ju hoq nga duart nga era e fat. Ajo ende kishte një rrugë të gjatë për të bërë, por vazhdoi përmes rrëkeve të ujit, duke ecur me kujdes mbi pellçet që rrotulloheshin me komplotin për t'i prishur ekuilibrin. Gjëja e fundit që donte që policia ta ndalonte sot. Mandi po lodhej duke u përpjekur të ecte më shpejt se makina e policisë që po e ndiqte hapur. Këmbët i qenë lagur dhe i dhimbnin, edhe pse kishte veshur këpucët më të rehatshme, ndjente flluzkat që po i fërkoheshin lehtë. Në një val zemërimi, ajo thjesht po merrej me punën e saj. Pse polici nuk mund ta linte të qetë? Mandi zori një frymëmarrje të zemëruar, ndërsa vazhdonte të ecte, duke u përpjekur të mos vraponte hapur, dhe pse dinte se nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Ajo hodhi një vështrim mbi supe dhe pas se makina kishte ndezur dritat e kuqe dhe blu ndërsa i afrohej. Ajo ngadalsoi duke shpresuar për më të mirën. Makina e policisë u afrua më pranë trotuarit dhe ndaloi. Gjatë jetës së saj, Mandi që ndaluar nga policia vetëm një herë.
Situata kur nuk ishte qenë tensionuar në këto raste, pasi policët kishin ndaluar vetëm për t'i bërë disa pyetje para se të largoheshin. Por diçka brenda saj thoshte se kjo nuk do të qejë njëjta gjë këtu. Ai u afrua ngadalë pranë saj dhe uli xhamin. Xhami i makinës u ul dhe një oficer burr nxori kokën nga dritarja. "Eja këtu", bërtiti ai. Nuk ishte ku të ikte, ajo nuk mund ta injoronte më. Mendi kur nuk i kishte besuar policëve. Ajo menjëherë kishte frikë për më të keqen dhe koka filloi të rrotullohej. A që vërtet në telashe vetëm për ecjen drejt punës? Por nuk ishte shpëtim kësaj here. Mendi mori një frymëmarrje të thellë, nxori ngadalë dhe u afrua makinës duke vënë targën dhe fjalët "Sherifi Qarkut Nash" të shkruara në anën e saj. Ajo dëgjoi fjalët që hynin në trurin e saj, por nuk mund t'i kuptonte plotësisht ato që rreshteri Scott Bass po thoshte. Pastaj fjalët ngadalë u mblodhën në kuptim dhe sytë e saj u zgjeruan nga mosbesimi. Rreshteri Scott Bass i kërkoi të futej në makinë dhe i tha se ajo nuk duhet të ishte në rrugë në atë përmbytje. Me një val belbëzimi dhe paniku, ajo përpoq t'i shpjegonte se jetesa e tyre varet nga shkuarja e saj në zyrë, por ai nuk dukej se po e dëgjonte mirë. Tani ajo që në makinë, mendoi ajo, dhe nuk do të debatonte me ligjin. Fati i saj tani vari plotësisht në duart e tij. Mendi ul në heshtje në makinën e policit duke pyetur veten se ku po e çonte. Ajo ndërthuri gishtat dhe i vendosi mbi gjoks në mënyrë mbrojtësje. Pastaj i la të binin në prerjen e saj me një pshërëtim. Duket nervoze dhe nuk do ta ndihmonte. Apo e çonte për pyetje? Ajo hodhi një vështrim të fshehtë, por ai vazhdoi të voziste përmes shiut. Sytë e tij ishin në rrugën përpara. Mendi nuk deri as pak e rehatshme me situatën. Në fund të fundit, ky burr sapo e kishte urdhëruar të hynte në makinën e tij dhe ajo kishte zbatuar si budallaqe. Duhet të kishte vrapuar, mendoi. Dhe nëse ai që polic, a mund t'i besonte atij dhe ku po e çonte? Mendja e saj vrapoi me mundësi të ndryshme. Pastaj në dritat e makinës ajo pa një tabelë që shfaqej përmes shiut të dendur. Ai e kishte çuar në vendin e saj të punës. Ndërsa voziste për në zyrën e sherifit të Qarkut Nash, rresheri Scott Bass e kishte vëritur mendin më shumë se një herë dhe kishte njohur uniformën e saj. Ai kishte kuptuar se ajo po bënte udhëtimin 16 kilometra për në punë çdo ditë në këmbë. E vërteta që se askush nuk duhet të ecte në këtë rrugë në atë kohë të vitit. Kur arritëm, polici tha: "Ja ku jemi, ky shi nuk është për të tallur", por ai nuk e hapi derën. Vetullat e mendit u afruan dhe ajo kuptoi se polici nuk po bënte shaka kur një shprehje shqetësimi u përhap në fytyrën e tij. Ajo ende po mendonte për fjalët e tij kur ai zbuloi pse e kishte ndalur. "Të kam parë duke ecur në këtë rrugë për më shumë se 3 muaj tani", tha polici. "A jeton afër?" Mendi tundi kokën duke thënë: "Jetoj rreth 10 kilometra më poshtë rrugës." "Te ti e bën atë distancë çdo ditë?" pyeti polici. "Po, duket e gjatë, por mësohesh", tha Mendi me një buzëqeshje. "E po, kjo ndryshon sot", tha polici. Mendi nuk e kishte idenë se çfarë kishte në mendje. Mendi pranoi ofertën e policit. Ai tha se do të qej kënaqur ta çonte në punë çdo ditë. Ajo që e shqetësuar për situatën, por pastaj kuptoi se polici vërtet donte ta ndihmonte. Ai që i përulur dhe i vëmendshëm, duke dëgjuar fatkeqësitë e Mendit, dhe pse ajo po ecte çdo ditë për në punë. Ajo nuk e dinte se ai po planifikonte diçka të madhe pas shpinës së saj. Rreshteri vazhdoi të jepte Mendit udhëtime për në punë, sa herë që moti bëi i ashpër dhe sa herë që ajo lejonte. Normalisht i duheshin 2 orë për të ecur deri në punë dhe 2 orë për të kthyer në shtëpi çdo ditë, kështu që ajo mirëpriste gjestin. Rreshteri Bass, që i impresionuar me këmbguljen e saj dhe vendosur të bënte më shumë. Ai kontaktoi shpejt Walmartin lokal për të parë nëse mund ta ndihmonin. Pastaj ai bëri diçka që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Mendi priste në vendin e saj të zakonshëm në rrugë. Rreshteri Bass e kishte telefonuar dhe i kishte thënë se donte të takojë me të urgjentisht dhe ajo nuk mund të mos i ndihej nervoze. Ndjenjat e saj të vjetra të mosbesimit ndaj policëve u rikthyen. Ajo mendoi se do të qortohej dhe pse nuk kishte as idenë më të vogël se çfarë mund të kishte bërë. Ndërsa Mendi pyeste vete se çfarë mund të kishte ndodhur, ajo pa policin që ndaloi me makinë. Ai e thirrri dhe ajo nuk e dinte se çfarë do të ndodhte. Pastaj ai nxori diçka të madhe nga makina dhe ja prezantoi me krenari që një biçikletë krejt e re, Schwinn Fairhaven për gra. Nuk kaloi shumë kohë para se fjalët dhe veprat e mira të policit të përhapeshin në qytet.
Gazetarët lokal u dyndën për të intervistuar reshterin pas. Doja të ndihmoja Mendin sepse ajo ecën 5 milje për në punë çdo ditë, pavarësisht nga temperatura, shi apo diell, qëndron në këmbë gjatë gjithë turnit të saj dhe ecën 5 milje në të njëjtat kushte për t'u kthyer në shtëpi. Dhe kjo është vërtet e admirueshme, tha reshteri Scott Bass për mediat lokale. Kam pasur mundësinë të njoh Mendin dhe doja disi të letësoja barren e saj të ecjeve për 16 kilometra, shtoi reshteri Bass në intervistën e tij. Videoja e intervistës, e cila u postua në YouTube, ka marrë mbi 6.000 shikime dhe qindra komente në vetëm disa javë. Njerëzit nuk mund të ngopeshin me historinë. Postimi veçantë që zyra e sherifit të qarkut Nesh postoi në Facebook për të nderuar mirësinë e reshterit Scott Bass është pritur jashtëzakonisht mirë nga komuniteti. Nga komuniteti është e qartë se njerëzit janë krenarë që kanë një antar kaq bujar të komunitetit, i cili është gjithmonë gati të ndihmojë njerëzit në nevojë. Isha e shokuar, tha Mendi për dhuratën e pabesueshme të policit të sjellshëm. Nuk mendoja se që e vërtet. Mendi është jashtëzakonisht mirënjohëse që nuk i duhet të bëjë më udhëtimin e mundimshëm 16 kilometra për në punë në këmbë. Për herë të parë pas muajsh pas një serie fatkeqësish, gjërat më në fund duket se po përmirësohen për të dhe familjen e saj, fal mirësisë së një polici që i vendosur të ndihmonte njerëzit në komunitet. Mendi mund të vazhdojë të shkojë në punë, të fitojë jetesën dhe të mbështesë fëmijët e saj. Pas mosbesimit ndaj policisë gjatë gjithë jetës së saj, reshteri Bass e kishte ndryshuar perceptimin e saj për burrat e frikshëm me uniformë. Tani ajo e dinte se policët në komunitet vërtet kujdeseshin për mirëqenien e saj.